Gjua shqipe nuk është favor, por e drejt, studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut meritojnë mbështetje çrplot. Ka çaste në histori kur një popull nuk del në rrugë për luks politik, as për mod ideologjike, por për të mbrojtur atë që ka më themelore, gjuhën, dinjitetin dhe identitetin e vet. Protesta e studentëve dhe e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nuk duhet parë si një reagim i zakonshëm i ditës, por si një kampan alarmi për çdo shqiptar që e kupton se kombi nuk mbahet gjallë vetëm me flamur në festa, por me mbrojtje konkrete të gjuhës, të drejtave dhe kujtesës historike. Gjua shqipe në trojet autoktone shqiptare nuk është lëshim i askujt. Nuk është privilegj që jepet me humorin e pushtetit. Nuk është dhuratë politike që mund të zgjatet sot e të tërhiqet nesër. Ajo është e drejtë historike, kombëtare, njerëzore dhe kushtetuese. Kushto që përpiqet ta relativizoj këtë, nuk sulmon thjesht një mjet komunikimi, por vetë shtyllën mbi të cilën qëndron identiteti i një populli. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët nuk janë trupi huaj, as shtojës e përkohshme e një realiteti shtetëror. Ata janë popull autokton, me rënjë, me histori, me gjak, me kulturë dhe me kontribut të padiskutueshëm në atë hapësirë. Prandaj çdo tentativë për të zbehur, minimizuar apo vënë në diskutim statusin e gjuhës shqipe dhe të identitetit shqiptar nuk është thjesht padrejtësi administrative. Është goditje politike dhe morale ndaj vetëqenies shqiptare në atë shtet. Studentët kanë dalë shpesh në histori si ndërgjegjja më e pastër e një kombi. Sepse studenti, kur flet drejt, nuk kërkon plaçk, kërkon të ardhme. Nuk kërkon përçarje, kërkon dinjitet. Nuk kërkon konflikt, kërkon barazi. Dhe kur studentët shqiptarë ngrihen për gjuhën dhe identitetin e tyre, ata po mbrojnë jo vetëm të tashmen e tyre akademike, por vetë vazhdimsinë historike të shqiptarisë në ato troje. Kjo është arsyeja pse kjo protestë ka nevojë për mbështetje të plotë kombëtare, qytetare, intelektuale dhe institucionale. Nuk mjaftojnë statuset patriotike në rrjetet sociale. Nuk mjaftojnë deklarata ceremoniale. Nuk mjafton retorika boshe e zyrtarëve që kujtohen për shqiptarët jashtë kufirit vetëm kur u duhen për fotografi politike. Këtu kërkohet qëndrimi i qartë, çdo cenim i gjuhës shqipe dhe i identitetit shqiptar duhet të përballet me rezistencë demokratike, me presion publik, me mobilizim shoqëror dhe me solidaritet mbarkombëtar. Sepse historia na ka mësuar një të vërtetë të hidhur, sa herë shqiptarët kanë heshtur përballë minimizimit të drejtave të tyre, humbja ka ardhur jo menjëherë, por gradualisht. Fillimisht relativizohet gjuha. Pastaj zbehet përfaqësimi. Pastaj deformohet historia. Pastaj mpaket identiteti. Dhe në fund, një popull rrezikon të trajtohet si qiraxhi në tokën e vet. Kjo është arsyeja pse këto betejë nuk duhen në vlerësuar kurrë. Ato janë betejë për mbijetesë kombëtare në kuptimin më të thellë të fjalës. Nëse një shtet pretendon se është demokratik, multietnik dhe europian, prova nuk është propaganda e tij, por mënyra se si trajton popujt që jetojnë brenda tij. Demokracia nuk matet me fjalime ndërkombëtare, por me respektin konkret ndaj gjuhës, dinjitetit dhe barazisë së shqiptarëve në jetën publike, në arsim, në institucione dhe në hapësirën simbolike të shtetit. Kur gjua e një populli vihet në diskutim, atëherë në diskutim vihet vetë legitimiteti moral i shtetit që pretendon bashkëjetesë. Mbështetja për protestën e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut duhet të jetë e gjerë dhe e mençur. Duhet të vijë nga universitetet, nga akademikët, nga mediat serioze, nga shoqëria civile, nga Tirana, nga Prishtina dhe nga çdo vatër shqiptare. Kjo nuk është çështje partie. Nuk është çështje province. Nuk është çështje interesi të ngushtë. Është çështje kombëtare. Sepse një komb që nuk mbron gjuhën e vet, nis të humbas vetveten. Një komb që nuk mbron studentët e vet kur ata ngrihen për identitetin, nis të humbas nervin e historisë. Dhe një komb që pranon të negociohet mbi themelet e veta, rrezikon nesër të zgjohet pa to. Prandaj sot duhet thënë qartë, gjua shqipe nuk negociohet. Identiteti shqiptar nuk negociohet. Prania shqiptare në trojet e veta nuk negociohet. Ato mbrohen me urtësi, me forcë morale, me vendosmëri politike dhe me solidaritet kombëtar. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut nuk duhet të ndihen vetëm. Zëri i tyre duhet të bëhet zë i përbashkët. Kauza e tyre duhet të bëhet ndërgjegje e përbashkët. Sepse kur cenohet gjua e një pjese të kombit, plagoset dinjiteti i të gjithëve. Dhe pikërisht këtu nis përgjegjësia jonë, jo të heshtim, jo të lodhemi, jo ta relativizojmë, por të qëndrojmë në krah të së drejtës. Me fjalë të qarta. Me mendje të ftohtë. Me zemër shqiptare.